Kuvendi nuk respektoi procedurat kur në nisje të legjislaturës së re në shtator të vitit të shkuar, rikompozoi të gjitha arkitekturën e komisioneve të përhershme parlamentare, duke shtuar numrin nga 8 në 11. Në këtë përfundim arriti gjykata kushtetuese pas kërkesës së bërë nga Partia Demokratike, duke thënë se mos respektimi i procedurës nuk i dha mundësi as deputetëve të kuvendit për të dhënë mendimet e tyre apo për të bërë propozime. Gjykata vlerësoi se duhet vendosur shfuqizimi i vendimit të kuvendit për shkak të cenimit të parimit të demokracisë përfaqësuese të lidhur me lirinë e shprehjes së deputetëve si pasojë e shkeljes së rregullave të thirrjes së mbledhjes së kuvendit, si dhe të procedurës së ndjekur për miratimin e aktit objekt shqyrtimi. Edhe pse vendosi pezullimin e vendimit të datës 16 shtator të vitit të shkuar, gjykata megjithatë vendosi t'i lërë 30 ditë kohë kuvendit për të bërë nga e para procedurën, por pa penguar punën. Gjykata vendosi që efektet e këtij shfuqizimi hyjnë në fuqi 30 ditë pas zbotimit të vendimit në fletoren zyrtare, në mënyrë që gjatë këtij afati kuvendi të ketë mundësinë e organizimit të komisioneve parlamentare, sipas standardeve për procedurën e miratimit të akteve të përcaktuar në arsyetimin e këtij vendimi. Edhe pse quajti të çuditshëm vendimin e kushtetueses, në një reagim të menjëhershëm, kreu i grupit socialist Tauland Balla tha se socialistët do të rimiratojnë ndryshimet, duke përfshirë edhe ndryshime të tjera procedurale që i paralajmëroi në fillim të sesionit kryeministri. Ndryshime që parashikonin rritjen e numrit të komisioneve parlamentare nga 8 në 11 u bën vetëm 3 ditë pas konstituimit të parlamentit në shtator, ndërsa PD pretendonte që ndryshimet jo vetëm u bën në mënyrë të nxituar dhe pa respektuar as afatet e procedurës së përshpejtuar, por përmes ndryshimeve të njëanshme edhe ngushtuan hapësirat e saj në parlament. Nga 11 komisionet e reja, 7 prej tyre drejtohen nga PS, ndërsa 4 nga opozita. Kësaj të fundit ju mori edhe drejtimi i komisionit për integrimin, që u bashkua me atë të jashtëm në një komision të vetëm.